Je dakord me lëvizjen e Saljanit në këtë moment që nuk është pjesë e garës? Ti ke qenë në fillim. Saljanit ka përmendur në një studio televizive, tha që vajti bëri pazar, u bë kandidat për kryetar bashkie. Ke kontakte, ka qef mbetje, e tradhove? Nuk e kam dëgjuar këtë e tradhove? Jo, nuk ka si tradhtim. Besoj, mund t'i nxirrni, nuk keni intervistat e mia. Unë i them hapta gjërat, nuk kam ndonjë gjë për të fshehur. E kam thënë shumë qartë se e tillë ishte një lëvizje për rizgjimin e Partisë Demokratike dhe jo një lëvizje për kryetar. Se tillë ishte diskutimi mes nesh. Pra nuk ka patur ambicie jo të shprehura, nuk na i ka shprehur, nëse i ka pasur aty nuk na i ka shprehur. Pra nëse ka dalë më pas, është drejta, është drejtë për çdo personi të ketë ambicion dhe të garojë, nuk ka asnjë, unë ja thash pak më parë, dhe mbështesja nëse do garonte. Kuptimi që garo. Unë e di përfundimin, e di ku shkon, se di që nuk shkohet ashtu. Dhe i di sondazhet, njoh militantin, njoh votuesin, njoh simpatizantin e partisë dhe kam shumë qartë se kush është fryma dhe terreni. Por nuk është shprehur një, unë kam qenë shumë i qartë, kjo nuk është lëvizje për kryetar, se po të kishte qenë do thoshe shumë qartë, nuk bëhet kjo punë kështu. Dhe kam qenë fort kundër përçarjes, pse se ju a thash, unë kam hyrë në prill të 22-shit Partinë Demokratike. E kam parë se çfarë dëmi ka sjell përçarja. Dhe në vitin 2022 e kam bërë zgjedhjen time. Ku qëndroja, në të cilën llogore po doni juve. Dhe ju e dini që unë kam hyrë primaret për Bashkinë e Tiranës në nëntor 2022-shit. Thashë themet janë që fitove garën, po nuk duhet të. S'ka rëndësi. Pra, unë për Tiranën kam hyrë në 22-shin. Aso kohë ne quheshim, si quheshim në foltoria dhe vula, kështu na ndanin. Rithemelimi. Po ne ishim foltoria, rithemelimi, dhe krau tjetër ishte quhet nga kundërshtari, se nuk quhemi në njërin tjetrin, ne quhemi Parti Demokratike. Por kundërshtari kështu e mante narrativën. Pozicionimi im ka qenë i qartë që në fillim. Nëse dikush nuk e ka kuptuar, pastaj ka vështirësi për ta kuptuar. Unë nuk shkoj asnjëherë ke logjika, nuk e kam dëgjuar, nuk dyshoj që ka përmend këtë term, por nuk shkoj asnjëherë ke logjika pazare. Jo, kandidat për kryetar bashkie ka thënë. E thot ai. E thoni ju. Është thënë, ëh. Ndjes, e thoni ju që ka thënë, unë nuk e kam dëgjuar. Mirë, okay. Por besoj unë që kur futesh në çdo palë primare, kur futesh listë hapur, tregon shumë qartë që nuk po mbështetesh në marrëveshje dhe pazare dhe kulisa të çfarëdo lloj tipi. Unë marrëdhënie kam me qytetarin. Marrëdhënie kam me njerëzit. Ata janë mbështetësit, ata janë forca, ato janë fryma, ato janë frymëzimi. Çdo gjë tjetër pastaj ja lë tjerëve ta gjykojnë. Nuk është. Ali Mehmeti, mendoj që kujtoj që 22-shin pozicionimit e gjithë secilit në cili kamp ishim dhe vazhdojmë pozicionimet të cilat kampe janë. Pra njerëzit duhet të kenë një qartësi ambientale, duhet të kenë një koherencë dhe konsistencë ke veprimet që bëjnë. Kam dalë për Bashkinë e Tiranës që 22-shin. Nuk besoj se ekzistojnë këto diskutime aso kohë që flasim dhe vazhdoj, jam në atë linjë, jam kryetari i grupit të këshilltarëve të Partisë Demokratike në Bashkinë e Tiranës. E me radhë, pra linja ime është e qartë, pastaj në kushte emocionale të caktuara, dikush mund të mendojë çfarë dëshiron. Për ta mbyllur diskutimin Saljanit, ka vend për të në Partinë Demokratike nëse do të pyetesh ose nëse do duhet të votosh? Unë kam qenë i qartë, patjetër që je për vetë përjashtimin në klapa. Unë jam i qartë për pozicionin e tij demokrat. Unë jam i qartë për pozicionin e tij aktivist, madje edhe me rezultate shumë të mira elektorale në të gjitha qarqet ku ai ka qenë drejtues. Unë jam i qartë për dënimin e tij politik. Unë zotin Saljani e kam njoftë në burg. Pra kam shku për të taku, kur ai tashmë kishte marrë dënimin politik. Më parë kishim pas takime shumë të shkurtra, shkëmbime thjesht rastësore. Pse? Sepse vlerësoja që ai po bënte një burg politik për shkak të kontributit që jepte brenda Partisë Demokratike, jo se e çoi Partia Demokratike apo e tjera. Por si aktivist, si parlamentar i Partisë Demokratike, kishte një sër aktivitetesh ndryshme, njëri prej cilëve e detyroi dhe pati këtë lloj dënimi.